Tregu i eksportave në Shqipëri po shndrohet në një industri të heshtur, por gjithnjë më të përhapur që operon mes luksit të apartamenteve me qira. Me tarifa që varjojnë nga 10 deri në 100 euro nata, ky aktivitet përfshin vajza vendase dhe të huaja që shpesh lidhen me rrjete organizatorësh që kontrollojnë klientelën. Kush e kontrollon realisht këtë treg në Shqipëri, individ të pavarur apo grupe të strukturuara që marrin pjesën më të madhe të fitimit? E dashur, atëherë, në fakt tregu i eksportave në Shqipëri është sikurse edhe ti e parashtrove, atëherë që është bërë diçka të rëndësishme në vendin tonë. Kjo për faktin e para sepse kemi një numër shumë të lartë të vajzës të huaja, të cilat vinë dhe qëndrojnë për një periudhë të caktuar, pra ka duhet të mësuar që shtektojnë në një farë mënyrë, pra vinë në një periudhë dy javore deri në një muaj dhe pastaj zhvendosen në vende të tjera. Por si funksionon kjo skem, pra që të mos ndaloj për të folur edhe një herë se sa janë, se besoj janë mesat të dëgjuara. Nuk kemi të bëjmë me, le të themi, me individ të caktuar, të cilët përfitojnë nga ky aktivitet i jashtëligjshëm, por kemi të bëjmë kryesisht me grupe të mirë organizuara që kryejnë këtë aktivitet. Se të grupe të mirë organizuara, Arjet? Them grupe të mirë organizuara sepse nisen shumë nga marrja e këtyre vajzave, pra nga, le të themi, nga targetimi i këtyre vajzave, që janë kryesisht në Brazili, Kolumbia, Venezuela, Kina dhe vende ku përgjithsisht ka një ekonomi të dobët. Pasi targetohen këto vajza që vinë kryesisht nga familje, le të themi, me ekonomi të ulët, në disa raste janë të martuara për nëna të vetme, të divorcuara, që rrisin fëmijë të vetmuara, dhe sigurisht për të bërë shifra parash, për të siguruar le të themi jetesën e fëmijëve të tyre, ushtrojnë pikërisht këtë lloj profesioni, ato të eksportimit apo të prostitucionit, siç njihet në ndryshe. Janë vajza të cilat kanë familje shumë të varfra, pra nuk janë të martuara, por familjet e tyre janë të varfra. Dhe pastaj, persona të saktuar, kryesisht nga vendet e tyre të origjinës, por që kanë një lidhje me persona në Shqipëri, kanë krijuar herë agjenci fiktive, sepse të tilla mund t'i konsiderojnë, pra përmes këtyre agjencive, këtyre vajzave, ju sigurojnë le të themi një vizë pune, por një vizë pune jo ekzistente, një vizë pune false, ju sigurojnë atyre që do t'ju gjejmë edhe apartamente ku do të qëndroni dhe do t'ju aheshit të gjitha shpenzimet, ju sigurojnë edhe biletat e udhëtimit dhe kur vinë në Shqipëri pastaj, apo përballen një realitet komplet tjetër. Realiteti tjetër është që ju merrni pasaportat, futen në një lloj borxhi financiar, pra të gjitha ato shpenzime që janë kryer për të bërë vizat e tyre fiktive të punës, për të bërë qëndrimin në Shqipëri, për të bërë edhe le të themi atë biletën e udhëtimit, të gjitha këto thuhen shlyer tek personat të cilët i kanë marrë dhe i kanë sjellë. Më pas i çojnë le të themi në një apartament me qira në një Airbnb, që në Shqipëri për fat keq duhet të thënë që ende nuk është rregulluar si sistem dhe mund të shkojë çdo me një më fare thjesht me një ID, pa pyetur për detaje, sa do të qëndrosh, pa ditur kush është personi që po vjen. Dhe brenda atyre 4 muajve zhvillohet i gjithë pothuajse i gjithë aktiviteti. Pra krijohen grupe WhatsApp-i, krijohen grupe Telegrami, ka një disa numra telefoni të afishuar në këto faqet online që patjetër ti i ke parë dhe i ke aksesuar, sikurse mund t'i aksesoj kushdo mjafton të klikojë tek linku, dhe janë operatorët ato të cilët përgjigjen dhe ju dërgojnë klient vajzave të cilat janë zgjidhen nga këta të fundit apo janë në këto apartamente me qira. Në fund, pagesa ju bëhet vajzave. Ka raste ku vajza shfrytëzohen dhe derisa të shlyejnë të borxh nuk marrin asnjë përfitim. Ka raste ku vajzat të tjera, kryesisht ato nga Brazili dhe Venezuela, i ndajnë le të themi fitimet 50 me 50 me persona të cilët i kanë rekrutuar. Arjet ka 2 kategori dhe kjo duhet teksuar. Ka kategori që realisht trafikohen, dhe është ajo kategoria e parë që ata që futen në atë borxhin dhe nuk e tin me të vërtetë se çfarë do të bëjnë kur vinë në Shqipëri, dhe ka edhe një kategori tjetër që janë në dieni të plotë të asaj se çfarë do të
aktiviteti do ushtrojnë për vinë në Shqipëri apo shkojnë në vende të tjera qoftë Ballkanit apo qoftë e Europës, dhe bien dakord me rekrutuesit e tyre, e vetmja gjë që ato thonë përpara grupeve hetimore që nuk di, është fakti që në Shqipëri prostitucioni është i jashtëligjshëm. Sa e lirë është në të vërtet një vajzë që thotë se punon vetë apo pastaj fshihet gjithmonë një ndërmjetës? Shiko, në momentin që ti vjen përmes një agjencie, në momentin që ti je i lidhur me persona të caktuar, patjetër që ti ke disa detyrime, dhe cilat janë këto detyrime? Para njëherë ti nuk mundesh lirisht patjetër të bashkëpunosh me grupet hetimore në momentin që ti mund të shëndërohesh apo të arrestohesh, të tregosh për grupin sepse kjo i rrezikon shumë këto vajza. Ti nuk je shumë e lirë të lëvizësh ku të duash, pra këto vajza mbahen realisht të mbyllura, pavarësisht se kanë një lloj marrëveshje që do ta ndajnë apo 50 me 50 me personat cilët i kanë rekrutuar apo menaxherët e faqes apo edhe me tutorët e tyre që janë në Shqipëri. Është një gjysmëlindje, pra e vetmja liri që ato kanë është ai 50% i fitimit që marrin tek të ardhurat që fitohet përmes ofrimit të shërbimeve seksuale. Kështu që nëse kjo mund quhet liri, nuk mund të konsiderohet e tillë. Sa rol luajnë rrjetet sociale dhe aplikacionet në rekrutimin dhe menaxhimin e këtij aktiviteti? Para 2 ose 3 vite që mos gaboj, pra që përkon edhe me periudhën kur kulmoi ardhja e vajzave të huaja për eskortim apo për qëllime seksuale në Shqipëri, ishte edhe shumë video të dërguara apo të hedhura postuara në rrjete nga vajza të cilat vinin si të vetme në Shqipëri. Dhe mbaj mend ka qenë një video, ka qenë një vajzë në mos gaboj nga Kolumbia, e cila shfaqte në rrjete dhe tregonte se kush ishte, nga linte numrin e saj të telefonit dhe ju vetëm ofrohej pra lekë klientët dhe ajo ishte aksesueshme nga të gjithë. Ashtu sikurse për fat të keq, po aq është aksesueshme edhe apo janë aksesueshme dhe faset që edhe pse u mbyllën për një periudhë pas një operacioni të drejtoria vendore e policisë Milan bëri në bashkëpunim me autoritetet kolumbiane, është shumë e vështirë të mbyllesh nga ankepi sepse kanë domenën në vende të huaja. A ka në Shqipëri platforma konkrete ku klientët mund të zgjedhin eskorta dhe si operojnë aq lirë pa u prekur nga ligji? Atëherë së pari është faqja online, së dyti ka grupe Telegrami dhe grupe WhatsAppi ku persona të caktuar të interesuar mund të hyjnë edhe të porosisin eskorta. Kështu që për fat të keq është lehtësisht aksesueshme. Pse janë kaq të lira nga Shqipëria? Prostitucioni është profesioni më i vjetër në botë. Pavarësisht përpjekjes që bën policia për ta sulmuar, për ta luftuar si vepër penale, pavarësisht shoqërimeve të pasnjëshme që ka bërë edhe të këtyre vajzave besoj pikë parë që një 2-3 ditë në Tiranë, Durrës, Fiera apo edhe në të tjera më të vogla ka vajza të cilat shoqërohen pikërisht për kushterjen e kësaj vepre penale, prapë është e pamundur që së pari të ulen ato faqe. Pra nëse nuk ka një organizim dhe themi një bashkëpunim të njoftirt me homologët e vendeve të tjera, është e pamundur për të mbyllur ato faqe dhe do të jenë e do të vazhdojnë të jenë të aksesueshme. Nuk e parandalon të vepër penale as që se një 2, 10 apo edhe 100 si këto vajza, por e parandalon të një operacion i tillë si ai që u bë me autoritetet kolumbiane. Dhe mënyra më e mirë pastaj është ta ligjërosh se nuk ka mënyrë tjetër, por jemi në gati të ha diskutim tjetër. Sa fiton realisht një vajzë dhe sa përqind i betet e saj krahasuar me atë që merr rrjeti që ndodhet pas saj? Nga bisedat që kam pasur me pjesëtarët e grupit hetimor, të cilët kanë marrë në pyetje vajza eskorta nga Brazili, nga Kolumbia, apo edhe nga vendet e tjera, por edhe nga komunitimet që unë vetë kam pasur me vajzat të tilla, variojnë. Ka raste kur ka grupe më saktë që janë 60 me 20, pra 60% shkon për vajzën, që është një përfitim le të themi më i madh, dhe 40% shkon për organizatorët apo për menaxherët
tutorët mund t'i quajmë si të duhet. Ka raste të tjera kur janë 50 me 50, pra 50% për tutorin dhe 50% për vajzën që ushtron aktivitetin, dhe në rast të keq që konsiderohen edhe lirisht konsiderohen si viktimë e kësaj vepre penale janë vajzat të cilat symen me dhunë, madje ka pasur raste që sidomos vajzat e Kolumbia ju janë konsunuar dhe familjet në vendet e origjinës duke mos fituar ose duke përfituar një shumë të vogël financiare, të pa konsiderueshme. A ka lidhje ky treg me pastrim parash apo aktivitete të tjera informale që nuk duken në sipërfaqe? Nuk po e them se po ka lidhje, por po them që çdo gjë është shkak pasojë. Çdo gjë ka origjinën nga diku. Dhe kur them ka origjinën nga diku, pse kanë zgjedhur pikërisht edhe Shqipërinë, sepse për fat të keq Shqipëria është renditur ndër vite si një pikë e zezë, le të themi jo vetëm Ballkan, por edhe në Europë, sa i takon grupeve të trafikut të lëndëve narkotike, dhe pikërisht këtë lidhje ka bërë që të zhvillohet edhe prostitucioni. Pastaj ne kemi edhe një histori tjetër si vend, kemi jo persona të arrestuar, të dënuar, që në vitet 90 për marrjen e vajzave shqiptare dhe dërgimin e tyre jashtë vendit duke i detyruar të ushtrojnë prostitucion, dhe me sa duket persona të cilët kanë një histori të tillë patjetër që e përdorin dhe gjejnë metoda të avancuara për ta filluar kryerjen e kësaj vepre penale. Ashtu sikurse kanë gjetur metoda më të avancuara dhe për trafikun e lëndëve narkotike, trafikun e armëve apo çdo lloj aktiviteti tjetër të jashtëligjshëm. A është ky treg që funksionon i izoluar apo pjesë e një rrjeti më të gjerë rajonal apo ndërkombëtar? Arjeta, po ti dëgjosh në fakt po ti lexosh të gjitha ato intervistat që këto vajza japin, qoftë përpara grupeve hetimore, qoftë nga bisedat që çdo kolegi im apo unë kam pasur me to, po të shohësh edhe raportet të paktën të policive partnere ku unë kam pasur mundësi edhe të pyes se diskutoj dhe të kemi informacione, këto vajza nuk operojnë vetëm në tregun shqiptar, por edhe në fillim janë shtektarë. Pra, bëjnë një lloj turizmi, qëndrojnë 2 javë në Shqipëri, 2 javë në Kosovë, 2 javë në Maqedoni apo në çdo vend tjetër të Ballkanit, por edhe në vendet e Europës, prostitucioni është jashtëligjshëm. Kush janë klientë real të këtij tregu dhe pse mbeten gjithmonë jashtë fokusit publik? Kur po diskutoni përpara disa ditësh të ligjërohet apo të mos ligjërohet kjo si vepër penale në Shqipëri, pra më mirë që prostitucioni të jetë i ligjëruar, të lejohet, në fakt është një me dy presa, sepse personat të cilët zgjedhin këto vajza janë kryesisht persona që nuk duan të bien në sy. Pra nuk duan që të shkojnë në një vend që është i ligjëruar dhe të kryejnë atë aktivitet. Kështu që vijojnë nga persona shumë të rëndësishëm, pse jo edhe politikanë, e deri tek njerëz të thjeshtë të cilët kanë ato dëshirat e tyre, le të themi, seksuale. Në fund, kush fiton më shumë nga ky treg, vajzat, ndërmjetësit apo një sistem që zgjedh të mos e prek? Si gjithmonë sistemi është krijuar për të përfituar më shumë, kështu që asnjëherë nuk mund fitojë një vajzë më shumë se sa sistemi, për sa po është sistem dhe flasim për këtë kategori e skortash, pra vajzat të cilat vijnë nga jashtë. Pastaj një vajza që janë shqiptare dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre jashtë, krejtësisht të lira, por kanë përfitime shumë herë më të mëdha financiare, e patjetër edhe vajza shqiptare që ushtrojnë si të lira brenda territorit të Shqipërisë dhe i kanë përfitimet përgjithsisht personale.